Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Kostana dhe Zhaku dalin zbuluar. Zbulohet misioni sekret i tyre. Hyrja e Kostana Moravës dhe Inida Gjatës, e njohur me emrin Zhaku, në fermë ka ndryshuar tërësisht dinamikat e shtëpisë. Dy vajzat nuk kanë humbur as pak kohë për t'u ambientuar, por janë përfshirë menjëherë në qendër të lojës, duke krijuar situata dhe debate të forta që në ditët e para të qëndrimit të tyre. Megjithatë, një detaj nuk u ka shpëtuar syrit të mpret të publikut. Pjesa më e madhe e debateve dhe përplasjeve të dy banorëve të reja ka qenë e shënjestruar te një emër i vetëm, Sara Karaj. Ky përqendrim i papritur ka ngritur dyshime të forta në rrjetet sociale se pas kësaj sjellje fshihet një mision i fshehtë i mirë menduar. Sipas aludimeve dhe komenteve të shumta të ndjekësve, Kostana dhe Zhaku mund të kenë hyrë në shtëpi me një objektiv të qartë, të faktorizojnë dhe të lartësojnë imazhin e Sarës në lojë. Kjo teori vjen pasi kohët e fundit Sara ka pasur një rënje të dukshme në pëlqyeshmërinë e publikut. Përplasjet e vazhdueshme dhe sulmet nga hyrjet e reja mund të jenë një strategji e fshehtë për ta vendosur atë në pozicionin e viktimës dhe për ta rikthyer fuqishëm në vëmendjen e audiencës. Këto dyshime për një agjent të parapërgatitur janë përforcuar akoma më shumë nga veprimet e Zhakut. Ndonse fillimisht u duk se ajo hyri në format si një mbështetëse e deklaruar e Moza Ahmetit, sjellja e saj brenda shtëpisë ka treguar krejt të kundërtën. Zhaku jo vetëm që nuk e ka mbështetur, por e ka ironizuar dhe provokuar vazhdimisht Mosën. Rasti më flagrant ishte kur i solli në vëmendje dhe e thumboi me fjalën kuçk, një situatë që shkaktoi debate të ashpra dhe solli eliminimin e Olës. Mbetet për të parë se si do të zhvillohen këto dinamika dhe nëse Sara do të përfitojë vërtet nga kjo situatë e nxehtë.